Për herë të parë dhe nuk e di mbas edhe të fundit, di të themi që premiera e 30 dhjetorit të Stradës Gjirokastrës u shfaq 13 net pa ndërprerje. Dhe ishte pjesë e një kënaqësie të jashtëzakonshme që kur dilje të nesërmen, qyteti mbante në gojë emrin tim Çkar, një djalë i talentuar nga Memalia, mosa i mirë që ishte ai etj. Dhe nga dashamirësia e madhe që kemi në shqiptarët, ishin dy personazhe, fonisti dhe sekretari i partisë i teatrit, kishin dëgjuar në kohën që unë imitoja nga njëra ndeshjen tjetër në Ahmet Sharin, kishin dëgjuar në kohën që unë jepja linjën në Ymer Striniq në Shkodër, komentatori shkodran, ata kishin regjistruar, tamam edhe Agroni po bën propagandë, sepse realisht nga njëra ndeshje tjetër unë e mbaja si pikën e fortë. Dhe tani thosha në publikut nga njëra ndeshje tjetër në Ahmet Sharin. Të dashur dëgjues, mirëdita, fillojmë emision nga një ndeshje tjetër, ndeshje të cilat do të ikti Vllaznia Partizani në Shkodër, në Korçë, Skënderbeu Besa, në Elbasan Labinoti Lokomotiva, në Gjirokastër luftëtari e Tomorri, dhe për kategorinë e tretë Shqiponja Progonati të Rebeshin e Kërcyrës. Më njëherë për këto fillojmë në Shkodër Ymer Striniqi. Këtu qytet e Shkodrës minuta e 17 të takimit pas gabimit të pafalshëm në porterit Hoxha, Dërhyna Afërsheu e shmang dhe Hoxhën, 1-1 linja për ty zgjarri në studio. Kjo është shok. Sepse të thoshe që pas një gabimit të pafalshëm të porterit Hoxha, domethënë Enver Hoxha, Dërhyn nga Afërsheu, shmang dhe Hoxhën dhe bën gol. Pra Mehmet Sheu. Mehmet Sheu kishte vrarë veten në 81-shin. Pra, nipi Veliut, nipi armikut, shiko se çfarë bën. Ky regjistrim bëhet problem.